Tiroidja është një organ I vogël endokrin me formën si flutur, por me hormonet që ai prodhon ndikon drejt për drejti në të gjithë trupin tonë, sidomos në shpeshtësinë e rahjes të zemrës, shpeshtësinë e frymëmarrjes, në traktin tretës, rregullon temperaturën e trupit tonë, përcakton nivelin e metabolizmit, mënyrën se si mendojmë, ndjenjat, reagimet, si dhe nivelin e energjisë që ne duhet të kemi në çdo moment të jetë. Pra, funksionimi I saj do të përcaktojë shëndetin tonë edhe fizik, por edhe mendor. Do të caktojë cilësinë e jetës sonë dhe të sjelljes sonë. Dy format kryesore të sëmundjeve të tiroides janë kur kemi mbiprodhim të hormonesh, që quhet hipertiroidizmi, ose tirotoksikoza, ose sëmundja Graves, nëse e keni dëgjuar, dhe dyta është kur kemi nënprodhim të hormoneve, që është më e shpeshta, dhe që quhet hipotiroidizëm, sëmundja Hashimoto ose struma. Rreth 10% e meshkujve dhe 20% e femrave preken nga këto sëmundje, por vetëm gjysma e tyre janë diagnostikuar. Gjysma tjetër nuk e di që kanë këtë sëmundje, sepse është shumë e vështirë të përcaktosh ose në ndërsimin e simptomeve nga pakujdesia mjekësore ose nga mos kuptimi I analizave të gjakut. Përshëndetje miq, unë jam Vali dhe sot do përpiqem t'ju thjeshtoj sa më shumë funksionin, sëmundje dhe trajtimin e këtij organi endokrin që siç u thash është kaq shumë I rëndësishëm dhe kaq shumë I brisht. Detyra kryesore e tiroides është të thith jodin nga ushqimi që ne marrim çdo ditë me fjalë. Dhe këtë jodio ta shndroi në dy hormone, në hormonet të tre që quhet tirojodotironina, është një formë aktive, kjo na duhet neve që kjo vepron në gjithë trupin ton, dhe formën T4 ose tiroksina, është një forma jo aktive, po qëndron më shumë në trup, është më e madhe si sasi dhe është e gatshme në çdo kohë kur trupi jon ka nevojë, kjo T4 të kthehet në T3. Dhe ky proces ndodh në mëlçi, ndodh në zemër, ndodh në muskuj, ndodh edhe në zor. Siç u thash, është shumë e vështirë të diagnostikosh saktësisht problemet e tiroides sepse shenjat dhe simptomat janë kaq të shumta dhe kaq të ndryshme nga njëra tjetra, sa është very collide, do shumë e thjesht do që të keq interpretohen ose të mos kuptohen. Hipotiroidizmi është më I shpeshtë, dhe ka këto shenja kryesore dhe dytësore. E para është lodhja, këputja, kemi humbje peshe, nuk durojnë dot të ftohtin, është energji e ulur, janë thonjë të thyeshëm, dhimbje muskujsh, ulje kujtese, shpërqendrim, bradikardi, do raje të ngadalta të zemrës, konstipacion ose kapslëkun, siç e thash, mund të kenë depresion, shenjat e depresionit, jo depresion, por shenjat e depresionit, rënje flokësh, lëkurë e thatë. Tek femrat mund kemi ciklet janë të dhimbshme dhe të bollshme, mund kemi infertilitet, në çifte mund kemi ulje libido, dëshirën seksuale. Infeksionet janë më të shpeshta, ato urinaret, gripi, bronkitet e rrugëve të frymarrjes. Mund kemi entje, fryrje, dhimbje kyçesh, neuropati, ajo ndjenja e kruarjes, djegjes ose e dhimbjes të anësive, vështirësi në gëlltitje, zakonisht është me noduj ose ato noduj të gojtër që quhen, kanë shumë ëmbëlsira, janë tërkohës duan të hanë gjëra të ëmbla, mund kemë lëvizje këmbësh ose restegleg që quhet me fjalë, ndalim frymare gjatë natën, gërhitje, shikimi ulet, frymarrja bëhet më e shpeshtë, mund kemi trashje zëri, ulet dëgjimi, kemi pastaj kemi humbje të, zakonisht në disa raste mund të shikoni 1/3 e vetullës ikën ose bie, nuk është atje. Jo në gjitha rastet, por flas, këto janë gjitha shenjat, dikush ka 5, dikush ka 10, dikush ka 1000. Në analiza do të kemi ndryshimin e EKG, do ketë ndryshimin e EKG se s'bën, do kemi në gjak, do kemi rritje të proteinës C reaktive, inflamacionit, do kemi ulje të natriumit, sodiumit, ose të kripës me fjalë, kemi rritje të trigliceridit dhe rritje të kolesterolit dhe proteinave në urinë. Këto janë për hipotiroidizmin, për hipotiroidizmin, më pak, hypo është më pak. Hipertiroidizmi është më shumë, ka këto shenja pak a shumë, ka humbje peshe, takikardi dhe palpitacione, raje jashtë zemre, janë më shumë nervoz, më shumë acaruar si tipa, kanë ankth, dridhje, nuk e durojnë dot të nxetin, dërsite shpeshta, sepse zemra re shpesh me fjalë, mund të kenë gurgullim azorësh, lodhje pa gjumësi, flok të holluar, kemi zmadhim të tiroides,
edhe mund kemi hipertension, dobësim muskujsh, periodat të fermat periodat duhet të më të pakta dhe më të lehta, mund kemi hollim lëkure edhe ndryshim sjelljeje. Pra çdo gjë që është ke hipotensioni është ulet, ke hipertensioni, ke hipertiroidizmi rritet me fjalë. Diagnoza do konfirmohet nga analizat e gjakut dhe kush kontrollohet. Zakonisht kontrollohet TSH që quhet TSH, hormoni stimulues i tiroides, kontrollohet T4 e lirë ose dhe T3 i lirë. Në raste më të thella që analiza duhet bëhet T3 reverse, quhet jo aktiv. Ndihmuese mund të jenë në niveli i mineraleve në trup, seleniumi, zinku, magneziumi, hekuri, vitamina D dhe bëhet jodi, kontrolli i jodit mblidhet urina e 24 orëve dhe bëhet atje. Mund të bëhet eko, është e detyrueshme të bëhet eko e tiroides. Sa për kuriozitet për studentët e mjekësisë me fjalë, kemi dhe formën T0, T1, T2. Pastaj këto që njihen janë T3 dhe T4. Po këto të tjerat nuk kanë efekt në trup dhe nuk mbaten. Po përmend disa arsye pse ndodhin këto, më të rrallat ose më të jo të parëndësishme, po që ndodhin më rrallë janë nodujt, kemi disa noduj ose kiste brenda në tiroide. Është mungesa e jodit në ushqim, inflamacioni kronik në trup, çdo lloj inflamacioni në trup, kur merrim mjekime të tepruara me ilaçe për tiroide, pra kur kemi hypo, marrim ilaçe dhe bëjmë hiper. Kur kemi hiper, marrim ilaçe dhe bëjmë shumë hypo, kur nuk është e saktë doza e ilaçeve, shumë e rëndësishme kjo. Kur ka infeksione të ndryshme në trup, në gradë shtatzana ndodh kjo, kur kemi dhe ndonjë tumor në tru, zakonisht në hipofizë ose gjenda pituitariane ose hipofiza, është e njëjta gjë. Ndodh kur kemi teprime me fluoridin, pasta e dhëmbëve ose klorit e ujit pishëm. Janë në të njëjtën nivel ke tabela Mendeleevit, klori, bromi, jodi edhe flori. Pra, ne duam vetëm jodin. Nga këto të katërtat, këto të tre të tjerat janë të dëmshme. Kur merren me shumicë, si thua, ke pasta e dhëmbësh, përdorni vetëm një çik fare në maj, mos përdorni shumë. Shumë pak pastë dhëmbësh sepse ka florid. Dhe është i dëmshëm për tiroiden. Ekspozimi ndaj helmeve, sidomos ato të rënda, arsenikut dhe mërkur, zhiva. Dhe sidomos pesticidet në ushqime që zakonisht sot në ditët e sotme ekzistojnë gjithmonë. Shkaku kryesor, nuk siç thonë këto janë shkaqe anësore, shkaqe të dyta ose shkaqe më të rralla, po shkaku kryesor pse ndodh hipo dhe hipotiroidizmi është autoimun. Besoj e keni dëgjuar, trupi jon prodhon antitrupa që në rastin e hipertiroides veprojnë në tru direkt, ndërsa në rastin e hipotiroides veprojnë shkatrojnë qelizat e tiroides. Në rastin e hipotiroides ose Hashimoto disease që themi, do të kemi raste më të shpeshta dhe sepse kjo është më e shpeshtë si sëmundje dhe më e vështirë për të diagnostikuar. Kush e shkakton këtë sëmundje autoimune? Janë dy proteina bimore që zakonisht gjenden në bishtajore, tek drithrat, ke parbunja, patate, bizele, fasule, kungulli, patëllxhanet, gruri, ndodhet edhe ke bulmetrat, bamjet, ndodhet edhe ke erzat. Mos harroni këto erzat gjitha që përdorin, po përdorin me shumicë, këto kanë shumë nga këto dy proteinat. Njëra që quhet lektin dhe tjetra që quhet gluten. Besoj se jeni shumë të mirë informuar sidomos me glutenin. Gluteni ndodhet edhe ke majaja, me fjalë e birrës. Pra, çfarë ndodh me këto molekula ose të paktën gluteni? Njësoj siç u shpjegova ke problemet e zorëve, njësoj si LPS, lipopolisaharidi, i cili ndikon atë lidhje ndërmjet qelizave të zorës, edhe gluteni bën të njëjtën gjë. Ai do të aktivizoj këtë zonulinën dhe do të çliroj ose do hap zorë, do ndaj qelizat e zorës nga njëra tjetra dhe në këtë mënyrë do hyjnë edhe mikrobe të tjera, edhe LPS-a do hyj, po do hyj edhe gluteni. Dhe direkt mbrapa qelizave të zorëve kemi sistemin tonë imunitar, 70% të sistemit tonë imunitar, të cilat kanë për detyrë të njohin armikun që po hyn, të bëjnë identifikimin e tij dhe të japin urdhën në tërë trupit, thotë ky është informacioni, kjo është fotoa, si më thën, fotoa e këtij kriminalit dhe don të bëjnë azisimin e të gjithë këtij glutenit kudo ku ndodhet në trupin tonë. Mirë po e keqja e shumë proteine bimore është sepse ato ngjasojnë ose kanë një aminoacid ose kanë një formë diku njësoj si qelizat tona ose si proteinat tona të trupit tonë. Dhe e njëjta gluteni në këtë rast është e njëjta me një protein që ndodhet në tiroide, që quhet tiroid peroksidaza,
dhe njësoj me një enzim që quhet globulin, besoj e keni dëgjuar, dhe këto të dy proteinat transportojnë, lidhen me T3 dhe T4 në tiroide dhe nga këtej dalin nga tiroidja dhe shkojnë në gjithë trupin, krijojnë proceset e tyre. Po pa dal nga andej, me fjalë, ato janë brenda dhe duke pasur të njëjtën konstruksion ose të njëjtën formë ose të njëjtën figurë si dhe kriminali gluten në këtë rastin ton, qelizat tona janë shumë të fuqishme, qelizat e sistemit nervor, nuk bëjnë dallim, nuk bëjnë falje, me fjalë, dhe shkatrojnë dhe këto qelizat tona. Pra, kjo është sistemi autoimun ose sëmundjet autoimune, koncepti kryesor ose koncepti më i shpesht, po ke pothuajse të gjitha këto. Besoj se hipertiroidizmi, kur kemi mbi prodhim të tiroides, zakonisht mjekohet me kirurgji. Hiqet gjysma e tiroides dhe lehet gjysma, sepse ka 2 fish prodhim ose 3 fish prodhim, pa të heqet gjysma, ulet pak a shumë gjysma e prodhimit. Përdoret jodi radioaktiv që merret nga gjaku dhe ky shkon e shkatron një pjesë të qelizave të tiroides. Duhet shumë kujdes me dozën e saj, që të dish sa qeliza do ulësh ose do heqësh. Ka dhe disa ilaçe që jepet. Por do fokusojmë ke mjekimi i hipotiroides, atë që ju shumica e njerëzve e marrin, e din, janë shumë familjar me këtë. Ilaçi levotiroksin është i dyti në botë që shitet. Pas atrovastatinës levotiroksina është e dyta në botë. Është T4 sintetike. Besoj e keni dëgjuar me emrin Synthroid, Levoxil, Unithoid ose Euthyrox. Është një gjë, është T4, është sintetike. Pra, je merret kjo, kalon në gjak dhe pastaj mëlçia, zëmra, zorët, si të thash, e shndrojnë në T3 në formë aktive, pra aq sa kemi ne nevojë të kohës. E dyta është liothyronin, T3. Kjo është T3. Është forma, si të thash, është forma aktive, ka emrin cytomel, nëse dikush e di. Kjo jepet në zakonisht në rastet kur T4 ose levotiroksina nuk është efektive. Por ilaçi më i mirë që është më natyral, jo sintetik, po është natyral totalisht, është ajo që quhet Armor Thyroid. Armor Thyroid besoj kushdo që e ka. Kujdes me dozën ose kur flisim me mjekun për të marrë dozën, se duhet disa kohë që të gjetet doza e saktë. Unë do ju rekomandoj që të diskutoni me mjekun që të mbani një dozë 1.6 mikrogram për kilogram pesh në ditë. Pra nëse theni 60 kg herë 1.6, sa i bie rreth 96 mikrogram në ditë. Zakonisht këto ilaçe duhet të merren 1 orë para ushqimit në mëngjes ose 4 orë pas darkës. Por aman 4 orë para dhe 4 orë mbrapa nuk duhet merrni kafe, soj, barishte, bulmetra, suplement me kalcium ose edhe me hekur, sepse këto të gjitha këto kanë minerale brenda të cilat lidhen me jodin. Nga këtë jodi që ne e marrim me ilaçet, këto mineralet lidhen me jodin dhe e bëjnë jo aktiv. Pra lidhen me të dhe nuk i japin dot funksion, nuk ka më funksion. Kush është ai mjekimi metabolik ose ndihma metabolike, mjekimi funksional dhe plotësues, gjithmonë plotësues, mos hiqni ilaçet, duhet merrni ilaçet për tiroide. Ato do konsistojnë në këto shtylla. Siç u thash, skaku kryesor është gluteni, pra duhet hequr gjithë produktet që mbajnë gluten, absolutisht, buka, brumrat, të gjitha që i gjeni kollaj në internet, me fjalë. E dyta, kufizoni në maksimum në këto raste zarzavatet, bishtajoret, sallatrat, sepse përmbajnë atë proteinën tjetër, lektinin që ju thash, dhe mineralet që kanë në lektin do të lidhen me jodin, dhe siç u thash do bëjnë jo aktive. Gjitha këto zarzavatet kanë shumë minerale brenda, jo se janë shumë dhe janë të nevojshme për trupin ton, po këto lidhen me jodin dhe e bëjnë jo aktiv. Siç u thash, bulmetrat kanë lektin, kanë dhe kazein, kështu që do sa më pak bulmetra në persona që kanë tiroide. Merrni vazhdimisht vitamin D3, edhe D3 dhe K2, po vitamin D3 sidomos. Sepse çfarë bën? Vitamina D3 ka shumë efekte në trup, ka disa qindra efekte, është vitamin, po është edhe hormon. Ai ul sasinë e antitrupave në gjak. Pra këto antitrupa nga sistemi imunitar që sulmojnë tiroiden, ky ul, vitamina D i ul. Gjithashtu e bën sistemin ton imunitar më të saktë. Pra i thot kujdes, mos vrit gjithçka që shikon që ngjason me ata, bëu më impret, i jep më saktësi, të ketë më shumë saktësi të mos vrasë qelizat e trupit ton, po vetëm glutenin ku ta gjej me fjalë. Dhe gjithashtu lidh hormonin T3 me ADN. Një nga funksionet kryesore të T3-shit është që shkon në ADN e trupit ton dhe ndihmon që kjo ADN të dyfishohet.
të kopjohet dhe të dyfishohet dhe të krijojë qeliza të reja. Nëse kemi mungesë të treshit, me fjalë, do kemi vështirësi ose nuk do kemi riprodhim të qelizave në kohën e duhur. Dhe vitamina D3 ndihmon që ta marrë këtë hormonin T3, ta fusi direkt ka ADN-ja dhe të ndihmojë në ndarjen dhe në riformimin e qelizave. Gjithashtu ajo bllokon, vitamina D3 bllokon qelizat proinflamatore, ul inflamacionin. Po ulet inflamacioni, trupi bie në qetësi. Mos keni problem të merrni nga 2000 deri në 5000 unite në ditë, pa problem fare, asnjë nuk ka mbidozim. Është parë dhe me statistikisht që 70% atyre që kanë Hashimoto kanë vitaminën hipotiroidizëm, kanë vitaminën D të ulët. Shtoni acidet yndyrore omega 6, peshkun, prodhime deti, sepse këto omega 3 është antiinflamatore në të gjithë trupin tonë. Pse themi inflamatore, sepse kur kemi inflamacion është e vështirë që të katra të shndrohet në të tresh, edhe të kryej funksion në trup. Është gjithashtu edhe një mjekim, glutathoni që quhet, i cili është shumë i fuqishëm si detoksifues i mëlçisë, e pastron mëlçin kur tha. Pse? Sepse në këtë rast në mëlçi të katra shndrohet në të tresh, me fjalë. Zakonisht merret si acetilcistein, quhet ilaçi, po merret në lëkurë në gjilpar, me fjalë. Gjithashtu marrja e mineraleve, siç u thash, janë shumë minerale që ndikojnë në prodhimin e të treshtë të katërt, transportimin e saj dhe efektin e saj në çdo qelizë. Janë sidomos seleniumi, i pari fare, zinku, magnezi, hekuri dhe jodi, of course. Natyrisht jodi është i pari fare ose më i rëndësishmi. Por ama seleniumi ndihmon në kthimin e të treshit në të katërt, po ashtu si edhe në mëlçi ose në pjesë të tjera. Që t'jeni rregull, me fjalë, për mos katroni me këto ilaçet, merrni multivitamin, me fjalë, për një farë kohe 2-3 muaj. Mirë miq, sigurisht që kjo temë ka shumë mekanizma dhe njohuri të tjera, por kjo do ishte një përmbledhje informacioni që t'u ndihmoj të identifikoni ndonjë problem të heshtur të tiroides dhe ndonjë keq diagnostikim nga mjeku që ndodh jo rrallë në tek tiroid. Ju uroj të kaloni një ditë të bukur dhe të keni shëndet gjithmonë. Mirupafshim.